Kërkesa e shumicës parlamentare e cila mori dritë jeshile edhe në kuvent për shfuqizim të ligjit për qeveri teknike ka ngjallur debat të gjerë në kuvent dhe jashtë tij. Kreu i opozitës Venko Filip që ka deklaruar se shumica parlamentare tenton përmes kontrabandimit të shfuqizojë ligjin për qeveri teknike. Sipas Filipçes, ky veprim i qeverisë udhëhequr nga VMRO-ja është jo transparent dhe në kundërshtim me konsensusin e deritanishëm politik dhe standardet demokratike. Qeveria teknike është marrëveshje ndërpartijake e 4 partive më të mëdha dhe është miratuar me konsensus. Vetëm me konsensus mund të edhe të shfuqizohet, edhe pse për ciklin e ardhshëm zgjedhor, qeveria teknike mbetet përsëri në mënyrë të fshehtë të propozohet dhe synohet të miratohet një ndryshim, sipas të cilit ministrat teknik nuk do të mund të emërojnë këshilltarët e tyre të veçantë, por do të mund të zgjedhin vetëm nga radhët e këshilltarëve ekzistues. Kundër shfuqizimit është edhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Deputetja Arbana Pasholli tha se qeveria teknike në fuqi erdhi pas një krize me marrëveshje ndërkombëtare dhe një ashtu duhet edhe të shfuqizohet. Që kjo shumicë parlamentare të gjitha propozim ligje të cilat janë me rëndësi etike, po i vendos në procedurë të shkurtuar, edhe e dyta mendojmë se ai takon ligjit për qeverinë që diçka që është arritur me marrëveshje politike dhe me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar do duhet të zhbohet po në të njëjtën formë me marrëveshje politike dhe me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar. BDI-si reaguan nga Vlen. Deputetja Saranda Imeri Stafaj tha se reagimi i BDI-s është hipokrizi dhe tentim për të shtrembëruar realitetin politik. Sipas saj, qeveria teknike nuk ishte standard demokratik që sot duhet të mbrohet, por një zgjidhje emergjente e imponuar që lindi nga një krizë thellë politike e krijuar nga skandalet e BDI-s dhe ish regjimit të Gruevskit. Sot BDI përpiqet të paraqesë atë si arritje që duhet mbrojtur, duke fshehur faktin se vet ishte pjesë e problemit që e bëri të nevojshme një zgjedhje të tillë. Madje në vitin 2023, po e njëjta BDI ka dhënë miratim për heqjen e qeverisë teknike. Andaj lind pyetja e drejtë për drejtë. A u konsultua BDI-ja me ndërkombëtarët kur kërkoi heqjen e qeverisë teknike në vitin 2023? Ndryshe, sot deputetët me shumicë votash e futën në procedurë parlamentare kërkesën e shumicës për shfuqizim të qeverisë teknike dhe e njëjta pritet që të kaloj filtrat e komisioneve, që më pastaj të vijë për miratim përfundimtar në seancë plenare. Propozimi është që edhe zgjedhjet e ardhshme të ketë qeveri teknike, por me njëherë pas saj e njëjta të shfuqizohet.